Një sulm i rënd nga dronë në Ukrainas ndodhi teksa Vladimir Putin të mërkurën ishte në ajër, duke fluturuar me helikopter mbi rajonin e Kurskut. Presidenti rus shkoi për të vizituar centralin bërthamor të Kurskut. Ky zbulimi i fundit, që mund t'i kishte marrë jetën, ka tronditur Rusinë. Sipas mediave ruse, komandanti i mbrojtjes ajrore rajonale, Yuri Dashkin, sqaroi se intensiteti i sulmit u rrit ndjeshëm në momentin kur helikopteri i komandantit suprem po fluturonte mbi zonë. Ai tha se helikopteri i presidentit ishte në epiqendrën e sulmit të zbrapsur. Gjatë atij operacioni, forcat ruse raportojnë se kanë rrëzuar 46 dronë Ukrainas. Informacioni nuk është konfirmuar nga Kremlini zyrtar, por i shtohet një seri e lajmesh të ditëve të fundit që pasqyrojnë tension të shtuar në rajonin e Kurskut që pas marrjes së territorit nga forcat ruse. Pra ky është një material më i sintetizuar mbi atë tentativën, pra mbi sprovën që forcat armatosur ajrore, pra dronët e Ukrainas bën me shpresë dhe me qëllimin për të neutralizuar komandantin e përgjithshëm, pra një shenjesë ushtarake siç është Vladimir Putini për shtetin armik që është në luftë Ukrainën. Nga ana tjetër ama, rusët kanë nxjerrë të dhëna që dronët Ukrainas kanë goditur territorin rus, pra nuk është e vërtetë që vetëm rusët godasin territorin Ukrainas, madje sipas burimeve ruse, 6 dronë kanë arritur të godasin ose kanë tentuar të godasin Moskën, po janë pastaj neutralizuar nga sistemi kundëror. Si? 150 kanë rritur në Moskë dje. Unë kam vetëm në rrethina. Unë kam shifrën modeste 6 në kryeqendër, pra po themi afër Kremlinit. Ata inceptorët, a? Po flasim afër Kremlinit. Tani ku shkohet në këtë rrugë? Lufta vazhdon. Nuk ka, do njëra palë do... Lufta vazhdon apo lufta apo përshkallëzohet? Po përshkallëzohet me sakt bile. Me sa duket, inteligjenca ruse normalisht ata kanë informacione edhe për brenda Ukrainës. Atë deklarim që kishte bërë presidenti Trump që ne po fitojmë luftën dhe nuk kemi interes. Nuk ka interes për paqe. Duhet të jemi shumë të sakt. Nuk ka interes për paqe për momentin. Ai do të arrijë gjithë objektivat që ka dashur. Në moment që arrin gjithë objektivat që ka dashur, që të arrijë ato objektive do thotë që Ukraina të kapitullojë. Dhe ai e shef veten në avantazh. Edhe nëse Ukraina do ta shifte veten në avantazh, nuk edhe ajo në një mënyrë do të cilej. Pra, synimi këtu është që ai do të nëpërmjet bisedave të her pas hershme me Trumpin, apo me këto do të dali që nuk është kundërshtar i paqes, nuk është kundërshtar i bisedimeve, por ruset e kanë thënë qartë, edhe në Istanbul e kanë thënë qartë që ne jemi për bisedime për paqen, por duhet arrim një marrëveshje për të arritur në armpushim dhe kjo marrëveshje do të bëhet edhe në kushtet e luftës. Pra, ndërsa Perëndimi, Trumpi, liderët evropian dhe Zelenski kërkojnë armpushim, pastaj bisedime për paqe. Janë dy koncepte që nuk përputhen fare njëri me tjetrin. Në fakt Lavrov tha që ne po përgatisim një memorandum ku do t'ja ofrojmë si ofertë dhe propozim për paqe Ukrainës me gjitha pikët konkrete. Duke vazhduar luftën. Nuk e ka thënë që duke vazhduar luftën, ai e ka thënë që por është e nënkuptueshme. Por mos ta harrojmë se përveç faktit që ka pasur përshkallësime të luftës, bisedimet në Turqi u ban, edhe shkëmbimi i burgosur dhe Lavrov, mos të harrojmë që Lavrov tha dhe një gjë që i lutëm Evropës, para se menol këto sulmet me drone, kundër Rusisë edhe Ukrainës, që mos të nxisin Ukrainën për luftë me drone në këto momente, sepse kjo nikon negativisht për paqen. Pra, do më thënë, pavarësisht se u përshkallëzuan si në mënyrë papritur dhe ishe një luftë. Ukraina pa ndihmën europiane dhe amerikane, Ukraina nesër kapitullon. Ajo kuptohet se një vend aq i vogël nuk mundet që të përpalloj një superfuqi si Rusia, por, si që tha edhe Zhej, oferta që ja bërë dhe qasja Putinit në këtë rast, si nga presidenti Trump, ashtu dhe nga presidenti Kines që të ulet për paqe, është një ofertë të cilën një njeri i zgjuar politikisht
dhe i aftë si Putini nuk duhet ta nashkaloj, sepse duhet pranoj ofertën tuaj, më zotëri? Sepse është ka 3 vjet luftë dhe 20% ka arrit. Dhe në këtë luftë janë vrarë mijëra njerëz dhe një ditë nëse vazhdon kjo luftë, luftë vritet njerëz, se lufta nuk është lojë me topa bore. Por është dështim. Dhe nëse vazhdojnë në këtë rrugë pa krye, do të dështojnë. Po cili është dështimi? Dështimi është si që dështoj Bashkimi Sovjetik. Se tash sa the që ka marrë 20% territorit Ukrainës, pra ai pretendon ta marrë atë territor. Po mirë më për 3, për 4, për 5, pra ai pretendon ta marrë atë territor. Ka marrë 20% të fushën ushtarake dhe nuk do ketë forcë më që të luftoj se do i venosen sanksione që do bie ekonomikisht. Komandanti amerikan për Evropën para 2 muajsh doli dhe tha që ka kapacitete më të mëdha ushtarake dhe prodhim të ushtarake O zotri, shif luftën e Afganistanit, ku përfunoj Bashkimi Sovjetik, përfunojnë racione, do përfunoj dhe tani në racione, tani kapu me fakte historike. Afganistanin e ke për në Afganistan kanë kapitulluar të gjithë. Nuk ka të bëjë që për Afganistanin kanë kapitulluar të gjithë. Nëse gjithë. vazhdo luftën do kapitulloj, se përballë ka Trumpin, ka një njeri konkret që do ta shkatrojë. Që do dështoj Rusia, po do t'i kthejmë pak asaj retorikës së Trumpit. Ai po di që rrugë pa krye, dhe mos thoni që ai do të vazhdoj luftën, ose po e dëtëroj po pe tregon edhe Ukraina forcën, sepse dhe Ukraina goditi. Ukraina do, po nuk do, është detyruar të mbrohet. Po mirë, të mbrohet duke çu dronet në Moskë. Qa po mbrohet? Po shumë mirë, pra atëherë janë të dyja në luftë. Po të dyja janë në luftë. Po atëherë janë në luftë. Po kjo rrugë pa krye, rrugë pa krye e Putinit, që nuk po ulet në bisedime. S'është më rrugë pa krye. Po rrugë bisedime shtojnë, mor si që kanë dështuar për para, dështuar dhe mëjërë që ishin me të forë se Putinin vetë fizikisht, apo emisarët e ti, se këtë s'po e qaj. Putini nuk i dha seriositetin e duhur takimit në Turqi. Sepse Ukraina soli ministrin e mbrojtjes, nërsa Putini soli vetëm Vladimir Medinskin një të dërguar të ti. Por, duhet paktes, nuk ka rëndësi protokollit. Mos dëgjoni vetëm vetveten, more. Jeni duke dëgjuar vetëm vetveten. Dhe dëgjojmë vetveten. Jo, vetveten po dëgjoni. Ja po ta them se po dëgjoni vetveten. Unë shoh që kur ju përgjigj kërkesës së Trumpit për të ulur për bisedime, tha po, i vazhdojmë bisedimet atje ku i lam 2022-shin dhe çoj po të njëjtin ekip. Kaq që shumë edhe këtë duhet ta kishte kuptuar edhe Evropa. Pra ai tha këtu dhe kur tha kështu, edhe kishte thënë, ne nuk shkojmë në të njëjtin nivel, mbaroi muhabeti. Po jo këto goditje për të vrarë fëmijë, dakord. Nuk e dëgjoni dhe tani që ne anashkalojmë dhe pe pranojmë dhe nuk ka ne rëndësi protokolli se nuk ia pranësi anës burokratike. Nivelet kanë rëndësi, po jo rëndësi primare. Jo kanë ajo që shqetësoi dhe Trumpin ishin goditjet që u Nuk e ka shqetësuar asgjë Trumpin. Ajo e shqetësoi sepse i tha i krezi. Po Trumpi është ai që se desh luftën kur kjo afakt tani ti mund ta interpretosh në mënyrën si dush ti vet. Po Trumpi është ai që se desh luftën. Trumpi është detyruar edhe për interesat e veta që ta përdori faktin që lufta u bë nga demokratët për treguar Trumpi po punon për ta marrë këtë luftë dhe Trumpi është njeriu i vetëm që nuk e ka dashur të luftë. Dhe Trumpi nuk e ka dashur sa për të brendshme Trumpi i mundi gjithë fitojësja së presidentijet. Ka probleme të brendshme, do të animojmë ne me të themi pak e Tiranës të animojmë Amerikën ne. Ka lidhje me ne. Por për politikën e Trumpi triumfoi dhe Trumpi mujti gjithë. Trumpi është një gjë ta vazhdosh në afat gjatë. Dhe po do ta bëjmë paqe. Është një gjë ta vazhdosh në afat gjatë, sepse jo shumë, po sot shtyu atë që ishte dhe disa e sanksioneve me Bashkimin Evropian. Ai ka ofruar dhe i ka bën një qasje që Putini s'ia ka bën kurrë. Dhe Putini po hum një shans mall, por unë jam i sigurt që përvoja e tij politike do ulet me kam tok si Çullet Zelenski dhe do vazhdojnë të gjekun paqe. Putini mos se çfarë duket Putini. Japi 1 minutë, jo 2. 1 minutë, i them retorikës. Çfarë që i lexoj atë deklaratën e Trump, por nuk e lexoj të plot. Trumpi i është përgjigjur në të njëjtën, pra ka thënë që është i çmendur Putini, ndërkohë i është kthyer edhe Zelenskit që edhe ai nuk, pra ishte dy dhe ka përdorur këtë retorik për të treguar nga dal 1 minutë, të lutem. Po, për të përdorur këtë retorik në këtë moment ndaj të dyve, pothuajse me të njëjtat terma, pra ndaj të dyve, për ta përdorur atë që ka thënë që ne do të rriqemi dhe po shtron atë rrugën për të tërhequr, thotë ne po të rriqemi me këta s'merret vesh, ja le Evropës bëni çfarë doni. Në mënyrë absolute jo. Kur nuk do ja lënë, sepse si ja kalon në herë Amerikë. Për një goxhe për sa i përket nuk e lexoj jetë plot, kjo është e vërtet, por unë jam redaktorat që do thotë, nuk është lajm kur qeni kafshon njeriu, është lajm kur njeriu kafshon qenin.
Se si qeni dje që ka fshon një. Një sekund. Pra ta marim të plot atë deklaratën. Të plot. E plot është kjo. Ishtë hera parë që ku ka arë në pushtet, që Donald Trump flet me të tila tona për Putinin. Zelenski në mori me shpulla në zyrën në Kovale. Zelenski ka thënë në shklon, një minut për tani, ka thënë në shklon, në shkshu, ka bërë. Shte dim në lajmi në teorinë e gazetarisë është ajo gjë që veçon nga dhe. Po, integralisht është e vërtet që është dhe jo. Tani, analiza Dhushara? Putini që të pranoj të ullet në bisedime duhet detyruar, kategorike kjo. Nëse nuk detyruar, Putini nuk ullet nuk bën arpushim me thirrje. Dhe thirrjet e Trumpit, tashi Putini u mësu me këto reagimet e Trumpit, do të reagoj përsëri Trumpi, por Trumpi nuk u mban fjalën për ato që ka thënë, që ne do vazhdojmë, do vendosim sanksionet. Ndërkohë është një ligjvënës Amerikan i cili po punon për një ligj. Pra, Amerikanët vetë edhe Senati dhe Kongresi, të dy palet, demokratët dhe republikanët, po punojnë për një ligj për ta detyruar presidenti Trump, ata thonë për t'i dhënë dorë presidenti Trump, në mënyrë që të vendosin tarifat dytësore për shtetet e tjera deri në 500%. Pra, nëse nuk vendosen këto dhe nuk bashkëpunohet me Evropën, nuk do detyrohet do të kur që presidenti Putin të arrijë në një arpushim. Unë dua që gjithmonë më tepër përveç se e bëjmë të analizë geopolitike për opinionin publik shqiptar dhe në fakt ndjekjet na vinë nga gjithë këndet e ku shqiptarët janë, jo vetëm brenda Shqipërisë, jo vetëm Kosovë, po dhe jashtë, jo vetëm për të ndriçuar, po themi, aftësitë apo geopolitike të njerëzve që na dëgjojnë për të dekryptuar ngjarjet dhe lajmet, por dhe për të kuptuar çfarë ndodh në oborrin tonë. Çfarë ndodh në shtëpinë tonë? Pra, do kemi apo s'do kemi përshkallëzim të luftës, duke qenë se jemi vend antar i NATO-s, dhe kjo që po ndodh e për ligj armatosin e mëtejshme, kërkesën për armatim të mëtejshëm që Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen kanë bërë atë planin e famshëm për 850 miliardë euro armatim për Europën. Pra do më thënë, po shkojmë drejt mobilizimit ushtarak, drejt një armatosit mëtejshme të përshkallëzuar dhe duket sikur Putini po e jep këtë argument, pra po punon, se dëgjova më mendje dhe nitën. Se çfarë donin argument, ky tani po e jep argumentin. Nuk po ngopet me ato blaset që tham fillim, tani do akoma dhe më shumë. Tani do flasit në pjesën të emisionit. Ka shumë zëra që thonë që edhe Zero Day, Zero Night, edhe erësimi që u bë në Spanjë, edhe erësimi që u bë në Portugali, edhe erësimi që u bë dje për herë të dytë në Francën Jugore, mund të ketë një papavit luftës hibride ruse. Mund të jenë fjalë, mund të jenë vërteta, a do ta flasim. Por çfarë po ndodh? Pra po afrohet, po rritet temperatura, po këto bisedime për paqja vetëm kështu se gjethe fiku për të... Ne do doshim kështu gjithë bashkë, do doshim që të uli temperatura, por në fakt temperatura është duke u ngritur. Duke u ngritur. Temperatura është duke u ngritur dhe nuk ka zgjidhje tjetër përveç se një bashkimi i Perëndimit për ta detyruar Rusin të ulet në bisedime, për ta detyruar për një armpushim. Pjesa tjetër pastaj janë pjesë që do t'i shërbejnë qëllimeve të Putinit, dhe Putini është shumë i hapur në këtë rast. Ai thotë që janë interesat e mia kombëtare këto dhe do t'i arrijë deri në fund. Ai shef që po është fitimtar deri tani. Unë mendoj që s'është fitimtar. Strategjia nuk është fitimtare. Presidenti Trump që unë po fitoj luftën, nuk kam pse pranoj. Po më duket që po fiton. Luftet 20%. Po duket se po fiton se unë po them çfarë thotë ai në realitet. Ai ka llogari, është një studius, një ekspert lufte që thotë me këto ritme Rusia mund ta fitojë luftën në vitin 2256. Do më me llogari që kishte bërë ai, edhe i dushin edhe 100 milion humbje në viktima, sipas llogarisë. Por ne po themi çfarë mendon Putini. Unë është ne duhet bindim Putinin që duhet të bëj paqe. Ai do të bëj pyetje për kësaj. Ai pas ka qenë marrë më bërë se ai me 27 milionë Forbes. Po pas ka qenë marrë se 27 milionë nuk e di kanë fituar shumë agjënci. Për të fituar 1%. Sepse për 3 vjet ka marrë vetëm 4%, sepse 16% i ka pas marrë më përpara. Krimea ka qenë 16%. Kisavi, a dhe bëj që ti i njeh botën ruse, kulturën ruse,
ndoshta më mirë se çdo kusht tjetër në këtë panel, ndoshta. Mendon që Putini i ka punët mirë në raport me elitat e ruse në kuptimin me lobet e interesit, aparati, deep state i ruse, nuk ka deep state vetëm Amerika, deep state ka dhe Rusia. Pra, do më thënë, e shojnë atë ende si karta fitimtare e sistemit rus, apo ka filluar të lëkundet besimi mbi aftësinë e tij si komandant i përgjithshëm dhe si timonier, po themi, i Rusisë nga ana gjeopolitike dhe nga ana interesave të Rusisë. Në sistemi rus nuk ka asnjë elit që dalë kundër Putinit. Pra, sistemi është në mënyrë të nëndeshme, flasim gjithmonë. Sistemi është ndërtuar i tillë në 25 vjet e fundit që gjitha lidhjet fillojnë nga Putini dhe zgjaten poshtë. Pra, nuk ka asgjë përtej Putinit. Dhe gjitha elita ruse që është krijuar në 25 vjet e fundit e merr gjithë fuqinë drejt nga pushteti që është i Putinit. Dhe të gjithë janë në shërbim të Putinit. Pra, është një sistem që është krejtësisht ndryshe nga perëndimi, në kuptimin që një person mund të jetë, le të themi, oligark, por në momentin që shteti ka nevojë për pasurinë e tij, ai është në dispozicion të shtetit. Pra, të gjithë janë në dispozicion të shtetit dhe jo shteti është në dispozicion të tyre. Ky është dallimi. Edhe kisha ruse? Po, edhe kisha ruse të gjithë janë në dispozicion të shtetit, sepse kështu është ndërtuar sistemi 25 vjet. Ose shteti në dispozicion të kishës në ortodoksi. Dhe tjetra është fakti që edhe nëse, më fal, nëse po themi, elitat bien dakord ose i shprehin se thotë dyshimin që lideri suprem nuk është mirë, e likuidojnë. Po, ky është një sistem që ndodhe kundërta. Se në Rusi nuk ka shkakin nga likuidim. Ky është një sistem që ndodhe kundërta, nuk kanë elitat. Jo, është e vërtetë. Nuk janë elitat që likuidojnë. Do bëjnë gjyq. Ata kanë likuiduar ndodhe aksident, ndodhe gjëra, ndodhe infakt, elmin. Është një sistem që ndodhe kundërta. Nuk janë elitat që likuidojnë në këtë sistem që ka ndërtuar Putini, që likuidojnë kreun, është kreu që likuidon elitat. Kjo është ajo që ka ndodhur në vitet e fundit. Pra janë elitat që kanë likuiduar. Ky është një proces pafund. Ky është një proces sepse shteti në 25 vjet të fundit është ndërtuar një sistem të tillë, i cili ka qenë krejtësisht ndryshem nga ai i Jelcinit. Tjetra e dyta është fakti që Putin për momentin sakrificat që ka bërë në luftën në Ukrainë nuk janë duke u ndjerë në shoqërinë ruse. Dhe sa më shumë Ukraina godet me dronë brenda Rusisë, aq më shumë populli rus do jetë pro luftës në Ukrainë dhe do të jetë pro narrativës si jep pushteti brenda Rusisë. Kjo është një anë, kjo është një narrativ. Narrativa tjetër është që ku e ti, shefi, ti s'po na garanton. Është një narrativ kur aviacioni gjerman sulmonte Londrën, sulmonte Anglinë, dhe ishte gjithmonë në ofensiv, të gjithë ishin ura, ura, ura. Kur veri moment që aviacioni amerikan dhe aviacioni britanik nuk përballojnë dot nga aviacioni gjerman dhe nga kundërajrorët, atëherë gjithmonë më tepër sigurisht u krijua panik dhe punojnë në tokë. Tani këtu është një gjë që jemi neve shteti suprem, si na sjell ky Zelenski, ky kloni, si ka drona deri në Moskë. Kjo në Rusi do vlente. Në Rusi do vlente nëse do kishte goditje. Në Rusi do kishte goditje, mentaliteti i rus për momentin është i tillë që Ukraina është një, le të them, një hapësirë, po them e shenjtë në thonjza për rusët. Dhe ka një justifikim shumë të madh asaj që është duke bërë Putin dhe Rusia në Ukrainë. Nuk është një lloj me luftën në Afganistan që bëri Bashkimi Sovjetik. Në Afganistan nuk kishin asnjë interes drejt për drejt personal populli rus siç ka në Ukrainë. Ukraina është krejtësisht ndryshe. Dhe kjo e goditjes do vlente për Moskën, le të themi, nëse në Moskë Ukraina do fillon të godiste me raketa me rrezet të gjatë, do fillon të bënte dëm në mënyrë kolosale. Po, ky do ishte pika ku populli rus mund të fillon të kthehej kundër udhëheqësit dhe shkonte që lufta vërtet ka ardhur në derë. Por goditjet që bën Ukraina janë goditje të vogla, janë goditje shqetësuese. Dhe më shumë ajo që un kam parë në përgjithësi është i popullit rus po kthehet gjithmonë më shumë kundër Ukrainës me këtë lloj goditje që është duke bërë Ukraina dhe i beson narrativës që vjen nga pushteti. Dakor. Para një javë në Rusi kishte një simpozium me ish ushtarak edhe pati edhe zëra kundër ato që thatë juve që dolën dhe ishin nga ata zërat ish ushtarak, ish general që kërkonin që ofensiva, pra Rusia të kalonte në një ofensivë të përgjithshme në Ukrainë. Pra të rriste aktivitetin. Pra nuk është se nuk ka zëra. Këto zëra kam dëgjuar që i bën presion Putinit dhe ka filluar të bombardimin dhe të shpërkallëzimin. Ka presion në aspektin që të shkojë deri te lumi i Dnipër. Pra ky është presioni, pra të shkojë deri te Dnipëri. Dhe në këtë konferencë që u bë dolin konkluzioni aty generali ishte që
neve duhet të mërim të lumi Dnjepër dhe të përdorim lumin si buffer zone, pra lumin të përdorim si zonë sigurie, sepse është zonë sigurie natyrore. Pra kjo ishte ajo, dhe për ama do të kemi një gjë parasysh, për të mbështetur pak a shumë atë që tha Ledioni. Problemi është që në Rusi të gjitha palët, qoftë edhe këto që shoh edhe këta radikalet, edhe këta që janë radikale, edhe këta që janë në kontrollin e Putinit, luftën e shohin si ekzistenciale. Prandaj Putini për ta është i nevojshëm dhe do qëndrojë aty dhe nuk e rrezon njëri. Sepse edhe po hoqën ato do vish diku tjetër që do ta bëj edhe më të egër luftën. Pra ata e shohin ekzistenciale për këtë. Nuk ka për të ardhur dikush që do të bëj një paqe dhe do të rriqet nga ato territore. S'ka për ndodhur në asnjë moment. Prandaj nuk kemi një ngritje të një elite që mund të rrezikojë Putinin në këtë rast. Mund të rrezikojë në rast se Putini do të pranonte çdo lloj paqe në këtë moment dhe do të rriqte trupat. Ajo po mund të rrezikonte Putinin. Çdo gjë tjetër nuk e rrezikon më, besoj në Rusi. Dakor, ky ishte pjesa e parë që morëm me të përshkallëzim të luftës në Ukrainë dhe të deklarat të padëgjuar ndonjëherë nga Donald Trump, i cili drejtohet Putinit ore është i çmendur, çfarë po ndodh, është e parë që përdor një fjalor kaq, po themi brutal, me drejt për drejt. Mund ta ketë përdorur klon për Zelenskën atje, por ka qenë shumë i kujdesshëm për Putinin. Kësaj radhe Trumpi nuk përmbahet. Por në pjesën e dytë do flasim për është një luftë hibride në Europë, tashmë dhe ne jetojmë brenda luftës dhe nuk e dim që lufta po zhvillohet. Sepse kemi errësime, pra kemi disa lloj viruse që hynë në sistemet elektrike, kompjuterike të supermbrojtura të Francës, të Spanjës, të Portugalisë dhe në një moment sektuar nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se krijojnë natë, krijojnë një errësim të frikshëm. Për këtë do flasim në pjesën e dytë dhe sigurisht a jemi në Shqipëria të ekspozuar nda një sulmi të tillë, pikpyetje. Do kemi një panel me të tjerë të ftuar, por më përpara do japim ujnë qafshtama, Optika Luani, publicitet dhe do rikthehemi për pjesën e dytë.